Qartë. Ndërkohë të nderuar shikues, paneli ton i bashkohet doktor Sokol Brahja, një studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, por dhe njohës dhe ekspert i politikës së jashtme turke. I dashur Sokol, falenderoj që gjete kohë sërish. Përshëndetje Franco, është kënaqësi gjithmonë. Falenderoj. Sokol, fillimisht doja opinionin tuaj për sa i përket asaj deklarate që po diskutojmë të presidentit Trump kur ai u fol për Kosovë, kur foli për Kosovën dhe Serbinë, që kishte mundur që të shmangte një tjetër ballafaqim mes tyre. Si e lexuat ju këtë deklaratë dhe a ka patur në opinionin publik turk ndonjë reagim për sa i përket këtij zhvillimi? Po, Franco, në fakt, për e filloj pyetjes nga fundi, si që dini edhe presidenti Erdogan dha një deklarat për këtë, sa të jemi ne atje, dhe më thanë, nuk dhe të prishet qetësia në Kosovë, por deklaratën e Trumpit duhet parë pak edhe nga ana geostrategjike, kur në një kohë Europa ishte pak e luhatur me marrëdhëniet me Amerikën, po ashtu edhe ne, sidomos në Ballkan, po flitim vazhdimisht që Putini ka ndikimin total mbi Beogradin dhe mbi vetë Vučićit, dhe për këtë arsye deklaratat e Trumpit janë edhe jo se janë edhe krejt serioze, në fakt sepse çfarë do të bëhet në Kosovë, kush do ta luftojë Kosovën. Kjo do të parë pak edhe nga ana e impakteve të brendshme, të politikës të brendshme, qoftë në Beograd apo edhe në Kosovë, sepse siç dihet Kosova sa muaj ka dhe ende nuk përbën vetëm qeveri. Tamam, po ashtu edhe në Serbinë në të shohim me krejt të drejtë, studentat bëjnë protestat dosha më të mëdha të dekadës së fundit në kontinentin tonë, në Europë, dhe nga kjo Trumpi ka qef edhe të hidhet si ata që lozin në cirk, domethënë nga një deg në një deg tjetër, por gjithsesi unë nuk pres se ka një rrezikshmëri, domethënë në Kosovë, sepse kush do ta bëjnë Kosovën? Do ta bëjnë Serbia, pastaj Franco duhet parë edhe në këtë aspekt i qikë se ne jemi, domethënë Shqipëria është antare e NATO dhe nëse e lexojmë kushtetutën e Shqipërisë, e kemi të drejtën domethënë për mbrojtjen e kombit, domethënë të shtetit por edhe të kombit shqiptar. Dhe kemi shembuj të tillë në NATO që larg qoftë një ndërhyrje e tillë për krime, për gjenocide, për gjëra, Shqipëria është detyruar të ndërhyjë duke ditë se ka edhe NATO-n pranë. Për shembull, kemi shembullin e viteve 73, 74, 75, 76 të Turqisë dhe të Greqisë, të dy antare të NATO-s. Në çështjen e Kipros. Në çështjen e Kipros dhe atje ushtarët, mercenarët grek duan të bëjnë gjenocid ndaj popullit me origjinë turke atje dhe Turqia priti një vit, pastaj normalisht që mbrena umbrellës të NATO-s bëhen ndërhyrje, doli pastaj hyn prapë, se pa të dalë edhe Greqia dhe pas hyn prapë, domethënë në Bashkimin Evropian. Kështu që Serbia e përdor këtë temë duke vendosur domethënë sikur Kosova është e saj, por në fakt Kosova nuk është e saj. Tashmë Kosova është një shtet në vete, ku duke ka flamurin e Kombit të Bashkuara, kjo është tjetër temë, por që do të ndërhyjë Kosova në atje është e pamundshme, dhe sidomos tashme që kemi edhe Kfori, dali Kforit është turk, po thua se kjo është totalisht e pamundshme sepse kishin disa ndërhyrje terroriste kur atje komanda ishte në Bajsk atje nga italianët, dhe italianët me dëshirën e Italisë, domethënë, ose me kërkesën e Italisë, Turqia dërgoi generalin e vet, domethënë, në atë zonë, dhe për këtë shifet ma shumë për shumë pazarlëqe, qoftë në ana e Rusisë me Serbinë, qoftë në ana e Serbisë me Bashkimin Evropian.